Ky shkruar Adriatik Zot ka ulur në koltukun e kryetarit të bashkisë në Poliçan është instaluar për korrupsionin, nepotizmin dhe klientelizmi. Njerëzit e biznesit që ndajnë buxhetin e bashkisë së vogël janë një grusht miqësh dhe shokësh të kryebashkiakut. Një nga ata është edhe Patrik Çaushi, pronari i 2 kompanive me bazë në Poliçan. Biznesmeni merr çdo 5 vite paratë e bashkisë për pastrimin e qytetit. Kështu ishte para caktuar edhe për 5 vjeçarin e ardhshëm. Bëhet fjalë për tenderin me objekt shërbimi pastrimit, gjelbërimit, dekorit dhe mirëmbajtjes së varrezave Bashkia Poliçan. Fondi limit për këtë shërbim është 141.9 milion lekë ose 1.4 milion euro. Kjo është një shifër relativisht e madhe, e parashikuar të mbuloj 5 vite. Sigurisht që arka e bashkisë nuk i mbulon dot këto shifra, por parat janë plotësuar me një grant të qeverisë shqiptare. Marrëdhëniet e Adriatik Zotkaj me qeverinë qendrore janë shumë të mira, përderisa siguron vota për person në këtë qytet. Në zgjedhjet e fundit Zotkaj mori afër 75% të votave. Thuhet se kryetari në takime të mbyllura është shprehur se do të tërhiqet nga politika dhe ndoshta tenderat që po bën janë golat e fundit në buxhetin e shtetit. Tenderi u njoftua me 1 maj 2026 dhe u mbajt më 8 qershor, ku morën pjesë 3 kompani. Procedura është shënuar nga Open Data Albania me flamur të kuq është shenja e riskut të korrupsionit dhe dyshime për favorizim fituesi. Te flamuri kuq është shënuar skualifikimi i gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët. Në fakt, skualifikimi është krejt formal sepse 2 operatorët e tjerë kanë dalë vetë nga gara duke mos dorëzuar dokumentet. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.